Përshëndetje miq, sot është e shtuna pas kryqëzimit të së premtes, pas kryqëzimit të Jezusit. Unë sot kam vendosur që këtë meditim t'ja kushtoj të shtunave të heshtjes në jetën tuaj. Kur Zoti hesht, a ka shpresë? Ka një ditë në historinë e shpëtimit që nuk predikohet shpesh, sepse është e vështirë, e rëndë, e heshtur, është e shtuna. Të premten është kryqëzimi, të dielën natyrisht ringjallja, po e shtuna. As zë nga qielli, as mrekulli në tokë, vetëm një varr i mbyllur dhe zemra të thyra dishepujsh. Kjo është dita kur Zoti duket i heshtur. Tregohet historia e Eli Wieselit. Ishte një djalë hebrej i cili kaloi nëpër ferrin e kampeve naziste. Ai pa babain e tij të vdes, njerëz të pafajshëm të digjen, pa botën të heshtë. Dhe në librin e tij Nata, ai përshkrua një moment tronditës. Momenti kur një fëmijë varet në litar dhe dikush pyet: "Ku është Zoti?" Dhe përgjigjja që dëgjohet në heshtje është: "Ja ku është, ai është këtu, i varur në këtë litar." Është britma e një shpirti në të shtunën e heshtjes. Kur qielli shpesh duket se nuk përgjigjet, kur drejtësia nuk duket të funksionojë, kur vuajtjet duken absurde, Wieseli nuk dha një përgjigje të lehtë. Ai la një pyetje që trondit ndërgjegjen e njerëzimit: si mundet të hesht Zoti përballë vuajtjes? E pra miq, e shtuna pas kryqëzimit të Krishtit na e përgjigjen. Dishepujt nuk kishin teologji atë ditë, kishin vetëm një pyetje: pse vdiq Jezusi? Se nuk ndërhyri Perëndia ati? Ai ishte gjithçka, një iluzion. E njëjta pyetje e Wieselit: ku është Zoti? Kjo është dita kur besimi nuk ushqehet nga përgjigjet, por tensionet dhe heshtja. Heshtja e Zotit është paradoksi i kryqit. Përgjigjja e krishterimit nuk është një argument filozofik, por është ngjarja e kryqëzimit të Krishtit. Zoti nuk qëndroi jashtë skenës së vuajtjeve tona, por ai hyri brenda saj. Ndaj, në kryq, Zoti nuk e shpjegon dhimbjen, Zoti e përjetoi atë. Kur Wieseli pyeti: ku është Zoti? Ungjilli përgjigjet: ai është mbi kryq. E shtuna është dita kur e keqja duket se fiton. Drejtësia duket e mposhtur, shpresa është e mbyllur pas një guri, guri të varrit. Por ky është mashtrimi më i madh. Ajo që duket si humbje është faza e fshehtë e fitores. Besimi së dielës është i lehtë, varri është bosh, guri nuk është më aty. Besimi së premtes është një besim emocional. Kryqi është i dukshëm, të gjithë mund ta shikojnë birin e Perëndis mbi kryq. Po e shtuna, aty nuk shohim, nuk dëgjojmë, nuk kuptojmë asgjë. Heshtje, e megjithatë, Zoti zgjedh të qëndrojë. Ky është besimi i pastër. Heshtja nuk është fundi, por shpritja e shpërthimit të lavdis. Qielli është i heshtur sepse po përgatit një përgjigje që do të trondis universin. E shtuna është pauzë, e diela është përgjigje. Wieseli pa heshtjen, por ungjilli na çon përtej heshtjes. Varri nuk është fundi i historisë. Ndaj miq, nëse sot jeni në një të shtunë të gjatë në jetën tuaj, mos keni frikë nga pyetjet. Edhe njerëzit më të thellë në botën e mendimit kanë pyetur: ku je o Zot? Zoti nuk trembet nga pyetjet e tua. Kujto ku është Zoti në mes të dhimbjes. Ai nuk është larg, por ai vjen dhe hyn brenda vuajtjes tënde. Qëndro edhe kur nuk kupton. Mos e ndërto besimin mbi emocionin, mbi çka ti ndjen, por mbi atë që Zoti të ka premtuar. E shtuna është dita më e errët, sepse duket sikur Zoti ka heshtur, sikur ai të ka braktisur. Por më dëgjoj mirë. Heshtja nuk është mungesë. Heshtja nuk është dorëzim, heshtja është pritje, sepse në horizont është duke lindur një mëngjes. Dhe ata që nuk u larguan nga varri në heshtje, janë ata që pan ëngjëllin të shpallë. Ai nuk është këtu. Përse e kërkoni të gjallin midis të vdekurve? Ndaj miq, mbase pikërisht sot gjendeni në jetën tuaj në një të shtunë të gjatë heshtje, pa depërtimi, me dyer të mbyllura, një të shtunë frikrash, ankthi, pasigurie, depresioni, nevojash të mëdha. Kujtoni që dishepujt u gjendën në një të shtunë si kjo shtunë në jetën e tyre. Por lajmi i mirë i Biblës na tregon që e diela po vjen, dhe vetëm pak orë na ndajnë nga e diela e ringjalljes. Ju ftoj që të lutemi së bashku këtë mëngjes. Ati dashur, kur nuk dëgjoj zërin tënd dhe zemra ime është e rënduar,
më jep hirin, forcën e brendshme që të qëndroj, kur pyetjet më mundojnë, më jep besim që të mos lëkundem, kur gjithçka duket e mbyllur si një varr, më kujtoj që ti je Perëndia që ringjall të vdekurin, më jep forcë të kaloj të shtunën time të heshtjes derisa të vi e diela e ringjalljes tënde në jetën time. Shtrije dorën tënde dhe bekoj burrat dhe gratë që janë duke ndjekur këtë meditim të së shtunës. Është e shtuna e Pashkës. Po përgatitet kalimi ma tanë. Unë lutem për një kalim ma tanë. Në anën tjetër, nga vdekja në jetë, nga errësira në dritë, nga nevoja të ndryshme në jetën e miqve të mi, në vendin e plotësisë dhe begatisë. E lutem o Zot që ti ri përgjigjesh pyetjeve të mëdha që miqtë mi kanë, pyetjeve ekzistenciale, kush jam, nga vi, ku shkoj, çfarë ndodh për te varrit. Zoti Jezus, prek shpirtin njerëzor dhe depërto të çdo mendim dhe të çdo zemër që të do ty. Në emrin tonë unë lutem. Amen dhe amen. Miq të dashur, këtë shtunë unë po e mbyll meditimin e kësaj dite. Është meditimi i 3 ditëve të Pashkës. Ndërkohë, ju ftoj që të takohemi sërish në meditimin e mëngjesit të ringjalljes së mëngjesi i ditës së nesërme. Dhe natyrisht më lejoni që t'ju ftoj që të bashkoheni me ne në festimin e ngjalljes së Krishtit, festimet e Pashkës në kishën tonë në Tiranë, në orën 9 dhe në orën 11. Nëse keni nevojë që të shihni ku është adresa e kishës, shkruani në koment ose në inbox dhe më herë ne do t'ja u dërgojmë. Zoti me ju. Miru takofshëm së shpejti.